Projekti i kangjëllave të cilat vendosen për sigurinë e qytetarëve në rrugën transballkanike, ashtu si kundërisht e parashikuar, është shtrirë edhe në rrugën e Spitalit, e njohur si Alidemi. Projekti është në fillesat e tij, por duket shumë i vonuar, me firmën që punimet po i zhvillon me ritmin e breshkës. Vetëm njëra prej ndarseve të rrugës është vendosur këtu, si kundër pondishtin e ekran, e më shumë ngjason me një mostër. Në rrugën Alidemi, kangjëlla do të vendosen në pjesën e trotuarit, që ndan atë me korsinë e emergjencave, por firma duhet të respektojë afatet e jo t'i shkel ato, duke sjell vonesa në zbatimin e këtij projekti. Një tjetër problematik është ajo e mos funksionimit të korsisë emergjencave në këtë rrugë. Me ndryshimin e pak kohëve më parë, kjo korsi, përveç se do të ishte për autoambulancat, do të shërbente edhe për autobusët dhe taksit, sipas edhe sinjalistikës të vendosur. Por që kur u projektua si e tillë, korsia emergjencave në rrugën Alidemi ka qenë gjithmonë jashtë funksionit, ashtu si kundër edhe sot e kësaj dite. Pamjet e filmuara këtë të njëjtë përforcojnë edhe më shumë këtë që po themi. Si kundër pondishni, ajo është kthyer një korsi që shërben për parkimin e automjeteve. Policia rrugore dhe policia bashkiake duhet që t'i japin zgjidhje kësaj çështje, duke mos lejuar parkimin në këtë korsi, ose ta kthejnë në funksionimin për të cilin është ndërtuar, ose të mendojnë për ta rishikuar përsëri projektin e kësaj rruge, pasi me sa duket, kështu nuk do të funksionojë asnjëherë.